Tjetër që do t'i thoja është që ne nuk mos e paraqgjykoj librin nga kopertina duke parë ato kremrat e kështu, sepse një individi, edhe unë më vjen mirë për gocat e reja që futen me strategji, së është strategji biznesi, Instagrami apo TikToku apo rrjetet sociale. Po, është kthyer dhe është shumë serioz, po. I kthejnë në të ardhura shtesë. Edhe kjo është për një individ që do të ecë si para. Ndërkohë, jashtë bloggers, influencer janë gjithë të shkolluar, janë të ditur, merren edhe me gjëra tjera. Ai po bën një gjë të shëmtuar që po paraqgjykon librin nga kopertina. Është piktor, nuk i falet. Keda me një koment për Sali Berishën. Fillimisht e kritikoi protestën, pastaj ka filluar po e mbështet, po protesta nuk e do. Si shikon edhe zoti Berisha? Nuk e kam studiuar me të thënë një mendim që t'jeti drejt, po them personali. Po them personali. Duhet i joti, bio. Mua më duket që është strategja në gjithë ato që janë aty, se politika nuk besoj se s'ka politikan strateg. Më duket sikur janë në bashkëpunim me ish kryeministrin Rama. Në një mënyrë të shëmtuar të fshehur, ndërkohë që njëherë është në anën e popullit, njëherë është në anën e zotit ish kryeministër, sa akoma nuk dua ta përmend më atë pjesë, por i ka ikur koha. Kështu që let na pastrojnë atë, kemi nevojë për frymë të re. Let iki bashkë me Ramën. Të flenë më herët se kanë nevojshme edhe nga mosha që kanë. Se përderisa ato përdorin ironi, po përdorim edhe ne të rinjt ironi me to, kështu që për këtë i duhet ajo gota e verës. Për këtë ka nevojë dhe njerëzit. Cila i duhet? I duhet edhe ajo gota e verës para gjumit se ka thënë që është shëndetshme. Kështu që le të vazhdoj atë rutinën e vet, edhe moshën siç e ka, edhe let lind të rinjt një frymë re. Çdo kush do gaboje, unë e di që edhe fryma re që do vije në parlament, në qeveri apo në ato statuse, do gaboje, ama do sjellë një frymë të re, do sjellë një mendim të ri. Keda mendon që duhet të ketë një parti nga kjo protest, apo këta njerëz, sepse ka dy variante për protestën. O kthehet në një lëvizje qytetare dhe më pas politike, ose individu më spikatur shkojnë të partit kryesore politike të PS-ja, PD-ja dhe heqin Berishën, heqin e Ramën, pra vjen një gjenerat e re, po atje. Si e shikon ti? Unë duhet të jetë shumë ajo e para, lëvizja nuk e kam të studiuar këtë, po duhet të jetë ajo lëvizja e lirë e popullit. Edhe derisa pra të kthehet një lëvizje politike, po thua, protesta, jo të shkojnë te PD-ja të PS-ja. Jo, absolutisht. Çfarë është frymë vjetër, nga i pari te më i fundit nuk duam të shikojnë. Asnjë. Unë nuk kam personalisht asgjë me asnjëri. Patjetër. Ama në mënyrën se si kanë ardhur gjërat, edhe Shqipëria vetëm po shpopullohet, edhe po varfërohet, ka nevojë që nga i pari te më i fundit nuk ka dhënë maksimumin e tij. Kështu që po a beson vërtet që nëse do ketë një klasë të re politike, s'po ja vëmë emrin nga vjen, po ka një klasë re, motra jote do vinë në Shqipëri, pra do ketë këtë ndryshimin e madh. Shiko, ato do të jenë më të i them çdo kujt që do vijë në pushtet në të ardhmen, edhe në të ardhmen e shpejtë. Duhet të kenë kujdes sepse shqiptarit i doli frika. Kur shqiptarët bëhen bashkë, siç rrezojnë ish zotin kryeministër Rama, edhe po e rrezojnë, ashtu mund ta rrezojmë edhe atë tjetrin shumë shpejt, nëse nuk sillet mirë me popullin shqiptar. Aq i kemi ne, sa të bëhemi pak bashkë, jam mësuar edhe ato strategjitë tona. Rrjetet sociale i kemi. Po, i keni dhe keni shumë mirë. Kështu që duhet të kenë kujdes ata që vinë, sepse populli nuk hesht më. Është i lodhur, edhe më vjen keq që e përmend këtë, por jemi një popull i vuajtur. Edhe i ka ardhur vuajtja shqiptarëve në shumë aspekte, jashtë durimit, jashtë kapacitetit të çdo njeriu, edhe më vjen mirë që kanë nxjerr nga frika, e kanë ngrit zërin, edhe bën gjithë bashkë që gjëja më e fuqishme që po ndodh sot, edhe po japim shembull në gjithë botën. Dhe mesazhi i fundit për ta mbyllur që ti ke për të gjithë ata të rinj, të reja që ende nuk kanë ardhur në protestë, ose edhe për ata që kjo është një pjesë e mesazhit, por dua edhe një mesazh për ata që ndoshta vinë atje
për ta përdorur partitë e reja politike, për ta marrë, për ta bërë. Çfarë i thua të dyja këtyre grupeve? Për ata që s'kan ardhur, më vjen keq sepse po lodhemi ne tjerët. Edhe këta do të gjejnë gati. Më vjen keq, nuk e di si situata, se më justifikohen, nuk mund ta perceptoj dot vetëm me një fjali, më fal që po zgjatem. Jo, zgjat, u kemi kohë. Mund të mbyllet tamam. Por më vjen keq që më justifikohen, jam e zënë me punë, nuk do ndryshojë gjë, nuk do bëhet, kot po lodheni. Nëse ecën, edhe ky manifestimi që them unë tërkohën, nëse ecim me mendje negative, që ne duhet të ikim tërkohën jashtë, që ne duhet të durojmë disa të padrejtësi që ndodhin, disa krime që fshihen, qoftë edhe të fëmijët e vegjël që janë vrarë, qoftë edhe të një padrejtësi që ndodh aty jashtë, nëse heshtin, më vjen keq që e them, këto do jenë po të njëjtit njerëz që kur ta provojnë gjëra që i ka ndodhur aty në njerëzve që janë aty, sepse çdo kush që është aty në protestë e ka një arsye, një plagë zemre, që i ka ndodhur edhe e lidhur me shtetin. Normalisht, so nuk dalë me institucionet edhe janë të lidhur që domosdoshmërisht i kapish një nga një ata njerëz edhe ti pyesësh për çka ka ardhur, do të tregojnë në situata konkrete që ju ka ndodhur pa drejtësi. Edhe këto njerëz që s'po vinë aty, nuk e kanë provuar ende. Ky është mesazhi për ata, kur ta provoni një padrejtësi, edhe t'ju fshihet krimi, edhe të keni një njeri tuaj në spital, edhe nuk do ketë kohë të mjaftueshme me çu jashtë shtetit, se çdo operacion i vështirë ne duhet të lëvizim jashtë vendit, edhe do i mungojnë aparaturat, edhe do ndodhin këto situata, atëherë do ta thonë sa keq që luftova për vendin tim edhe s'ngrita zërin e dhon. 1%. Gjithmonë ndryshimi ka ardhur nga një lider, nga një individ që ka bo luftra, nga një shkak që ka ndryshu shumë gjëra të tjera. Shiko, këto llampat që kemi ne dhe këto dritat që kemi ne, një ishte shpiksi. Po mos ishte shpiksi, nëse ne do kishim drita do ishim akoma me... Po mos ishte ëndra e shpiksit. Yes, kështu që vetëm një individ mund të ndryshoj krejt. E jo mund të bëhemi gjithë bashkë aty për të mirën, ne kemi dalë vetëm për të mirën e vendit, edhe duhet i veshësh edhe këpucët tjetrit para se me fillu me të vrak këpucët e tua. Po këtyre partive të reja që duan të përfitojnë, patjetër që nuk i largon dot nga protestat, duhet të jenë edhe është gjë normale, po tentativa për ta përdorur në favor të tyre. Nuk e di se cili është ajo që ata duan të marrin nga ajo, por nëse protestojnë, ngrinë zërin edhe ato për ato drejta që ne na bëhen bashkë me drejtat tona, absolutisht le të jenë aty, mos mundohen me bo prapaskena edhe me thënë që shiko se organizimi ishte nga ne, apo pjesa tjetër që i dalin kundra dhe nuk i duan aty, të sillen keq me atë pjesë populli që nuk duan parti të vogla aty, por le të mbajnë atë qëndrimin e vet dhe të jenë popull. Je parti, je popull, je deputet, je popull. Sot jen pushtet, nesër si jen pushtet, nesër je një popull i thjesht edhe ti. Kështu që nëse bashkohen pa atë nuk më vjen. Pa interesin politik të tyre, le të jenë. Yes, pa bërë llogaritë të tyre. Pikërisht, këtë po them. Nëse vinë aty pa interesin e tyre personal, le të bashkohen edhe i duart trokasim edhe ato që na bashkohen ne. Nëse vinë për interes edhe luajnë lojra pak më me qëllime eksakte, aty ndryshon loja, por sigurisht do ketë edhe nga këto që ndoshta duan përfitojnë diçka. Mirë, në fund të kësaj bisede, faleminderit shumë, kënaqësi që të kisha. Bëm një bisedë shumë bio. Kënaqësi edhe për mua, faleminderit. Ndërkohë, me këtë intervistë erdhëm në fund edhe të këtij episodi të Albania Newscast. Si gjithmonë ju bëj thirrje bëni subscribe, jepni komentet tuaja. Stafi do t'i lexoj gjitha me vëmendje dhe padyshim do t'i reflektojmë në episodet e mëvonshme. Deri atëherë, ju uroj gjithëve një fundjavë sa më të mbar.